Ose më mirë, me të gjithë, ka nuk e hapësirë në jetën tënde të atakosh asnjëherë dhe nuk ja je mirin. Po. Nuk e dua, nuk dua të dëgjoj fare, nuk më intereson, pavarësisht unë jam gazetar dhe e di interesin e mbajtjes relacioneve, e ke parasysh që na ndoshta ndërtarët më thonë, po jo, ma i mirë raporti se nisër bën një emision edhe dvyn mirë. Jo, miri nuk më vyn mu, as pak, edhe thjesht është një personazh që zgjedhë mos me pas kontakt, edhe besoj edhe ai s'don me pas me mu, është shumë normale. Ti një vlerësim të ulët, po e them për mirin, e ke pas edhe karshi emrit ti si artist, ke dyshu gjithmonë në suksesin e ti. Si qëndron tash qëndret? Ja ke thonë shumë herë edhe në shpe. A din si është puna, unë nuk jam person që në nënvlerësoj. Je gazetar. Po. Unë jam person që muj me ta shprej një kritik, që ti mund është me marë si nënvlerësim, ose si diçka tjetër, si cinizëm, ose diçka tjetër. Protagonizmi i mirit në shtëpi, me që sepse s'dua të ndalim fare të kjo pjesë, por ta sqaroj me që se fillova. Mua nuk më bën fare përshtypje, ku një njeri, po flas tash në njeri, i moshës së ti, i karrierës së ti, eksperiencës jetësore të ti, dyfishi ndaj Selin, ka tentativa denigruese ndaj një vajze të re që sapo është duke i ngjit shkallët për karrierën e saj. Edhe ti e din, unë jam feminist, por nuk jam ultra feminist i te iskajshëm që te kaloj normat e shoqërisë, por denigrimin nuk e lejon askush. Cinizmin e dikujt i cili është shumë i pafajshëm, më falë, për para syve të me, nuk mund ta lejoj. Përderisa këto gjana kanë ndodhur para syve të mi, është shumë normale unë me reagu, sepse nuk jam parime jetësore të mia që të lejoj që para meje të denigrohet një vajzë. Qoftë Selin, qoftë kush do qoftë aty brenda. Për shembull, ka pas raste pse s'ke reagu për Juelën. Për Juelën nuk kam reagu për shkak se Juela i ka pranu ato. Ja ka leju vetes. Ja ka leju, i ka hap dyrt, i ka pranu, i ka marrë të mirë qena. Pse unë të bëj luftra kur dikush i pranon kritika si të mirë qena? Okej, vazhdo. Edhe kjo ka ndodhur, kështu që krejt çka mbetet jashtë, për mua mbetet një respekt. Po, njerëzor.